Që Vjosa Osmani dhe Lumira Abdigjiku bojnë gjithë shka për karrierën e vetë, këto a kemi thonë tash e soku. Po nëse doni me po dhe ju vetë, këqyr në këtë video. Pas një marrëveshje politike mes ish-presidentës edhe LDK-s që në zgjedhjet lokale të vitit 2021, partia guxon të mos regjistrohet. Për çfarë shkëmbim të votës? Në shkëmbim të pjesëmarrjes së votës në kuventin e Për zgjedhjen e presidentit. Dhe marrëveshja është negociuar në shtëpinë e Lumira Abdigjikut. Pra në 2021, në shtëpinë e Lumira Abdigjikut, Vjosa dhe Lumiri kanë bërë marrëveshje politike për kundër interesave të LDK-s. Që LDK-ja më nejtë në sol që Vjosa mu vo presidente, e Vjosa Osmani mos me garu me guxon zgjedhje lokale. Win-win. Ama kjo është fitore veç e Vjosës e Lumirit për karrierat vetat, jo për partit që ato i përfaqësojnë, jo për interesin e shtetarëve të Kosovës, jo sepse Kosova ka përfitu që Vjosa u bo presidente e Lumiri ja ka mundësu këto e ka shkatru partinë e vet. E njëjta situatë është na ndodh sot. Këta janë në gjendje me shkatru LDK-n, vetëm që me përfitu nishi dhe dyshi, me përfitu për veti, naj koalicion të mundshëm, me vetëvendosjen që Vjosa mu bo president e Lumiri me marrë farministrije. Ka që kanë këta për popullin. E Kosova s'ka nevoj për kësi politikanë oportunista. Kosova ka nevoj për 6 vetë në kuvendin e Kosovës, që janë opozit për një merë, që punojnë për interesin e shtetarëve të Kosovës e nuk bojnë marrëveshje të msheftane për shpi që dalin e folin gjithçka për njëri tjetrin në televizion. Prandaj një dynon e prandaj PSD.